Zëdhënësi i qeverisë greke ka shpallur në mesditë një riformatim të kufizuar të kabinetit pas zhvillimeve më të fundit lidhur me skandalin e subvencioneve bujqësore europiane, si dhe dosjeve që janë dërguar në parlament. Ministri i Zhvillimit Rural dhe Ushqimit, Kostas Tsiaras, Ministri i Krizës Klimatike dhe Mbrojtjes Civile, Giannis Kefalogalis, si dhe zëvendës Ministri i Shëndetësisë, Dimitris Varzopoulos, paraqitën dorëheqjet e tyre, të cilat sipas informacioneve janë kërkuar nga vetë kryeministri Kyriakos Mitsotakis. Paraqitën dorëheqjet e tyre, të cilat sipas informacioneve janë kërkuar nga vetë kryeministri Kyriakos Mitsotakis. Dorëheqjen e ka dhënë po ashtu edhe sekretari i përgjithshëm i Partisë Demokracia e Re, Kostas Krekas. Dorëheqjet lidhen me faktin se një ditë më parë Prokuroria Europiane i dërgoi Parlamentit grek një dosje të re e treta e radhës për skandalin e OPEC-s, organizmi që shpërndante subvencionet bujqësore në mënyrë të palishme, duke kërkuar heqjen e imunitetit për 11 deputet aktual nga Demokracia e Re. Ndërsa në total 9 hetim janë përfshirë edhe 9 deputet të tjerë konservator, mes tyre një ish-ministër dhe një ish-zëvendës ministri i bujqësisë. Për të gjithë këta, do të ketë heqje e imunitetit në ditët e ardhshme, kur edhe do të vendos parlamenti për të lejuar prokurorët evropian të vazhdojnë hetimin e tyre. Hetimi lidhet me subvencionime bujqësore të marra në mënyrë të palishme në vitin 2021 përmes deklarimeve të reme, manipulimeve elektronike si dhe ndërhyrjeve për të favorizuar aplikimet të caktuara. Mesazhi që ka dhënë me këtë lëvizje kryeministri Mitsotakis është se qeveria nuk do të mbulojë askënde, se do të reagojë menjëherë ndaj çdo rasti që krijon politikisht problematik ose hihet dyshimi. Ky zhvillim ndodh në një moment kur qeveria e tij konservatore kritikohet ashpër nga opozita për skandalin në fjalë, por edhe për atë të përgjimeve, tragjedinë e përplasjes së treneve, si edhe për shtrenjtimin në çmimet e karburanteve dhe ato të shportës ushqimore, apo të banesave që kanë gjunjëzuar shumicën e qytetarëve.